Në 16 maj e gjithë bota do t'i kthejë syt nga Shqipëria. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në një video nga sheshi Skënderbej, i cili po përgatitet të pres liderët e Europës në samitin më të rëndësishëm ndonjëherë të mbajtur në Tiranë. Këtu do t'i mikpresim të gjithë ata që do të vinë në kryeqytetin e Europës Ballkanit. Nuk po zbuloj më shumë, por ky do të jetë një spektakël i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe gjithë bota do t'i ketë syt atë ditë nga Shqipëria, nga Tirana, nga sheshi i herojt ton kombëtar. Më herët në një komunikim në rubrikën Sy më sy, Rama bëri apel për të votuar Partinë Socialiste si e vetmja forcë që do të afirmojë përkatësinë europiane. Është shumë e rëndësishme çka të gjithë së bashku do të mbjellim në 11 maj për të korrur më në fund atë që e presim prej dekadash dhe prej shekujsh. Afirmimin e përkatësisë tonë europiane dhe ndryshimin e statusit tonë si vend, si popull, si individ këtu në mes të Europës, ku me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, po dhe europian me ligj. Rama kishte një mesazh edhe për shqiptarët e diasporës, të cilëve ju kërkoi të mos e lënë votimin për në ditën e fundit. Pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DOL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 19% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Dërgoni mbrapa për